Çka i mungon inteligjencës artificiale është nuanca njerëzore, e përvojës njerëzore. Në epokën e inteligjencës artificiale, kur ka nisur të zbehet vija në mes së vërtetës dhe fiktivës, ka të tillë që besojnë fuqishëm se arti jo që do të mbjetoj, por do të vazhdoj të shtrijë ndikimin organik te masa. Në një intervistë për Katror Media, sociologja hulumtuesja e menaxherja e kulturës Aurela Kadriu thotë se prodhimet kulturore nuk synojnë ndryshim të menjëhershëm, por krijojnë hapësira për reflektim dhe mendim kritik, duke ushqyer ndryshime të qëndrueshme në publik, madje edhe sot kur informacioni përçohet me shpejtësi të madhe përmes rrjeteve sociale. Unë personalisht nuk jam shumë fan se absorbimit të shpejtë të informatës, edhe sepse nuk është organike. Çaq shpejt sa absorbohet, çaq shpejt të huajsohemi prej asaj informate. Ndërkohë që kultura dhe teatri kanë karakter më të ngadalshëm sepse nuk kanë karakter rekrutuese propagandistik. Por hapin platformë për mendim, hapin platformë për reflektim, edhe intervenohet diku në nivele të tjera të nënvetdijes së publikut edhe të shoqënisë, jo në nivele krejt sipërfaqësore. Prandaj karakteri i ndryshimit, besoj unë atij ndryshimit të kuantifikueshëm, është shumë më i ngadalt, por është shumë më organik. Për Aurelën, ndikimi gradual e bën artin të fuqishëm dhe njëkohësisht të vështirë për të kontrolluar. Sipas saj, arti nuk imponon bindje të shpejta, por hap procese të brendshme reflektimi që ndërtohen me kohë dhe mbesin më rezistente ndaj manipulimit. Ndërsa e intervistojmë aty ku ajo ndjehet më së miri, në hapësirë teatrale, Aurela shpjegon se lidhja e saj me kulturën nuk ka qenë një vendim i një momenti, por një rrugëtim natyral. Madje, për të angazhimi në kulturë është një përpjekje për ta nxjerrë dijen jashtë kufive të gjuhës akademike dhe për ta bërë të qasshme për komunitetin. Prodhimi kulturor është për mua është një formë më popullore e përçimit të dijes. Edhe kështu ka ardhur, si më thonë, goxha natyrshëm, po edhe si një farë vendimi politik që krejt atë dije që i kim jetët për me e mbledh dhe për me e prodhu, me e bo ma të qasshme për publikun, me e bo ma të qasshme për komunitetin. Në një kohë kur kultura shpesh trajtohet si luks, veçanërisht nga institucionet që do të duhej ta mbështesnin, Aurela thekson se kultura nuk është opsionale. Jo, kultura nuk është luks, edhe unë mendoj që përkundër që ka qenë edhe vazhdon deri diku me mbet në periferi të vëmendjes së bartësve. Kur po them bartësve, po mendoj të institucioneve që ishin dashur me mbështet shumë ma sistematikisht dhe në mënyrë shumë ma të qëndrueshme. Përkundër krejt këtyne rrethanave, ajo mbetet censore për publikun. Mënyra se si institucionet e trajtojnë kulturën ndikon drejt për drejt në perceptimin shoqëror se ajo është diçka dytësore ose luksoze, ndërkohë që në realitet kultura është pjesë integrale e funksionimit demokratik dhe shoqëror. E sidomos në këtë kohë kur po them është turbullu ky raport ndërmjet informacionit edhe pranuesit të informacionit, bëhet edhe më urgjente nevoja për prodhime kulturore, për prodhime teatrore, të cilat janë të ngadalta, të cilat janë organike në mënyrën se si e përqojnë informatën. Qendra Multimedia, ku Aurela është drejtoreshe e programit, ka punuar ndër vite për ta zbehur kufirin mes skenës dhe publikut. Proceset krijuese shpesh përfshin komunitetin, jo vetëm si shikues, por si pjesëmarrës aktiv në diskutime, ligjërata dhe platforma diskursive që shoqërojnë shfaqje teatrore. Ajo e shet teatrin si laborator krijimi, ku procesi është po aq i rëndësishëm sa edhe produkti final dhe ku publiku bëhet pjesë e mendimit dhe reflektimit kolektiv. Është privilegj i jashtëzakonshëm që në një moment në kohë me i pas mrenda në sallë të paktën 300 njerëz, të cilët janë aty me ty edhe janë duke të dëgju ty se çysh ti po e transmeton një të vërtetë. Është platformë shumë e çmuar, edhe 300 njerëz në sallë, 300 shfaqje të ndryshme, sepse 300 mënyra të ndryshme se çysh perceptohet materiali, ajo që apo shihet në skenë, domethënë shfaqja në këtë rast. Potenciali i përfshimjes së komunitetit është shumë i madh, edhe në praktik është
shumë transformues po ashtu. Në diskutimin për inteligjencën artificiale dhe krijimtarin, Aurela mban një qëndrim të balancuar. Ajo nuk e sheh AI-n si një kërcënim të drejtë ndaj artit, por si mjet që përdoret madje edhe nga artistët, por që nuk mund ta zëvendësoj përvojën njerëzore dhe nuancën e saj. Nuk besoj që ka prodhu kaq shpejt këtë pyetjen ekzistenciale, a krijimi artistik, a inteligjenca artificiale. Njëra nuk e përjashton tjetrën, munden me ushqy njëra tjetrën, që edhe kemi pa. Çka i mungon inteligjencës artificiale është nuanca njerëzore, e përvojës njerëzore. Këtë kanë artistët edhe artistet, edhe prandaj nuk munden me garu. Aurela paralajmëron se inteligjenca artificiale ka turbulluar raportin me të vërtetën, duke e bërë më pak të pranishme pyetjen kritike: a është kjo e vërtetë? Çka e bën edhe më të rëndësishëm rolin e artit si hapësirë reflektimi dhe mendimi kritik. Për dallim prej artit që është prej fiksionit, si më thonë, inteligjenca artificiale e ka ushqehet prej përvojës reale, mirë po e falsifikon atë. Ndërkohë që arti ushqehet prej përvojës njerëzore, natyrisht, edhe kultivohet si rezultat i përvojës, i përjetimit njerëzor, mirë po nuk ka për qëllim e falsifiku. Kjo nuancë që po them që po ushqehet prej përvojës njerëzore, reale, fytyrave tona, gjesteve njerëzore, mendimeve në ChatGPT që po i shkruajmë, po i falsifikon. Edhe po ka për qëllim me ti transmetu sikur janë të vërtetat e fundme. Kjo është e vërteta e fundme, nuk ka tjetër. Kjo është pak problematike. Mendoj që këtu duhemi me qenë shumë vigjilentë dhe me hecë me shumë kujdes në këtë terren. Në kontekstin e Kosovës, ajo e lidh përçafimin e shpejtë dhe shpesh jo kritik të trendeve të reja me një krizë të vazhdueshme identiteti dhe të vlerave, si pasojë e proceseve historike të përshpejtuara pas luftës. Tash kur themi sa po mrin me kultivu mendim kritik, prap kthehemi te ajo që është e pa kuantifikueshme, por e mbrin. Mbrin sa ka konsistencë. E për me pas konsistencë, duhet me pas qëndrueshmëri. E për me pas qëndrueshmëri, duhet me pas mbështetje. Për me pas mbështetje, duhet me pas vëmendje institucionale. E me Aurelën pajtohemi se kur një vepër arti krijohet nga inteligjenca artificiale, ajo humb fuqinë e saj më të rëndësishme, të ndihmojë njerëzit të lidhen me njëri tjetrin. E në këtë kohë të mbushur me vetmi, me ndjesinë se realiteti po bëhet më i paqartë, duhet të jemi të kujdesshëm ndaj çdo gjëje që dobëson më tej aftësinë tonë për lidhje njerëzore.